إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesëmarrë të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na begatoi me shumë begati. Një ndër begatit më madhështore është që Allahu Azza wa Jall na zgjati jetën. S'ka begati më e madhe se sa të përjetojsh ditë më shumë në këtë dunja dhe ti mbush këta ditë me vepra të mira. Pra thot pejgamberi Allahut se njeriu më i mirë është ai i cili jeton më gjatë dhe mbush jetën e vetë me vepra të mira. Atë kur e pyeti Fudejl ibn Iyadi një plak që e takoi në xhami dhe i tha: "A ke dëshirë për të vdek?" Tha jo. Tha përse? Për shkak se tha shkoi rinia me telashet dhe mëkatet e tyre. Ngeli pleqëria me mirësit dhe begatit dhe ibadetet. Pra vëllezër të ndershëm, një ndër begatit më madhështore është që jemi gjallë. Nga se shumë vëllezër dhe motra që kemi pas në vitin e kaluar sot nuk janë ata në mesin ton e as nuk janë si përfaqen e tokës. Aton të pejgamberi Allahu shfrytëzoi pesë para pesëve. Një ndër ta hapisin dhe shfrytëzoi jetën tonë para se të vdesësh. Begatia më e madhe vëllezër të ndershëm që Allahu na zgjati jetën. E një ndër begatit e veçanta që na e presmi një misafir fisnik të ndershëm vëllezër të ndershëm është arritja dhe përjetimi muajit të shenjtë të Ramazanit. Pra a jemi gati vëllezër të ndershëm për këtë misafir, për ta mirëprit këtë misafir fisnik? Vëllezër të ndershëm, s'ka dyshim se një ndër misafirët më të ndershëm në vjet që trokit dirët e tona është muaji i shenjtë i Ramazanit. Mirë po a jemi gati ne që ta mirëpresmi këtë musafir të ndershëm i cili është nis dhe është afër që të arrit në mesin tonë. Pra vëllezër të ndershëm, begatia më e madhe Allahut Azza wa Jalla të arrish Ramazanin. Ka se thot pejgamberi Allahut vetëm me arritjen e Ramazanit, nëse je gjallë dhe përjeton në Ramazanin me një jetë të mirë, të falen të gjithë mëkatet e vogla. Vetëm me shkelën për agon e Ramazanit, Ramazani nëse trokit në derën tone, vetëm se mëkatet e vogla janë falë, si shta lajmëroj dhe na para lajmëroj pejgamberi Allahut. Pra vëllezër të ndershëm, transmetohet me një hadith që Talha ibn Ubaydillah na rëfen një shoku pejgamberit Allahut dhe thot: erdhën dy vëllezër te pejgamberi Allahut dhe pranuan Islamin për një ditë. Dhe njëri nga ta ishte më aktiv në ibadet. Dhe ki që ishte më aktiv në ibadet dol në xhihad dhe vdiq si shahid. E përdërsa vllau i tij tha jetoi dhe një vjet, e pastaj ai vdiq në shtëpi. Mirë po Talha ibn Ubaydillah rëfen, çka ka po ai një natë prej natëve në ëndrrën e tij, kjo ëndër e Talha
Ibn Ubejdillah i çuditi dhe i habiti shok të pejgamberit Allahut. A dini çfarë pa Talha ibn Ubejdillah? Tha e pash vetën se ishna pranë dirëve të xhenetit. Para me e ishin këto dy vëllezër. Dol dikush prej mrena nga mrendësia e xhenetit e hapi derën dhe e mor këtë njeri vllavin e tij, që nuk vllavin e shehidit e shtini fillimisht në xhenet. E pastaj tha dol sërish dhe e mor vllavin e tij të shtini në xhenet dhe më rradha që unë të hinë xhenet. Atëherë më tha, ende s'ka koha jote. Tha më dol kjo donë, më dol gjumi dhe ja rrëfen shokëve të pejgamberit Allahut. Arrin kjo ëndën në veshin e pejgamberit Allahut dhe thot pejgamberi Allahut, pse çka po xhoditni? Tha ja Rasulullah, tha ish më aktiv dhe vdish shehid, ndërsa vllau i tij nuk ish aktiv si vllavi vet dhe nuk vdis shehid, që shka si ka mundësi që kitë i në xhenet para vllavit vet që ka vdekën shehid. Tha pejgamberi Allahut, a nuk është ki që edhe një vjet jetoj më shumë se ai? Tha po. A nuk është ki që edhe një Ramazan e jetoj dhe agjeroj? Tha po. A nuk është ki që ka që sejgjë dhe Allahut ja boni? Tha po. Pra ndëgjone, jo vetëm që ki ka hi pa ka hi në xhenet, mirë po dhe ki është lartësu në xhenet, dhe diferenca mes këti dhe vllavit vet në xhenet, asa diferenca tokës dhe qiellit. Diferenca në xhenetin Allahut azza wa jalla sa toka dhe qielli para tonë të pejgamberi Allahut, kur kaloi prej në varreza e pyetit pranishme dhe i tha, a e dini cila është ëndra dhe dëshira e flakt e këtij që pushon në këtë vend? Than Allahu dhe pejgamberi Allahut e din, tha dëshira e flakt e tij që të drin gjallë dhe ti ban dik të reqat namaz të rëndom që ju duken juve në sinin tuaj. Cila është ëndra e babas tim dhe babas tanë? Cila ëndra e sërgjishë tonë që kanë shku në ahiret të rinjallën dhe Allahun azza wa jall të adhërojnë? Para të Rabi ibn Khudhejm, kur prezenton të me një varrim, i thonë të ati që e kish afer, cila është ëndra e këti njeriu që peshlojmë tash në varë. A ju përgjitë dhe thonë të jetë konë gjallë dhe direqat namaz t'i banë për Allahun e ti, atëre prek të lëkun të ata dhe i thonë të pra unë dhe ti jemi nga ato, të tregojmë se vërtet na jemi mirë njohës që Allahu azza wa jall në zgjati jetën. Zgjatja e jetës është dhurat begati e Allahut azza wa jall. Për ata vëllezër të ndershëm, e begati dhe ma e veçantë që bemri agjerimin, a jemi të gatshëm ne që ta prismi këtë misafir si që duat, për të qenë ne të gatshëm vëllezër të ndershëm, e para çështje që duhem të dim pozitën, vlerën e këtij musafiri. Nëse vjen një çoban i shtëpia jote nuk mosh, nuk nin siklet, me therë hoxha një iftar pak ma siklet, e mi tiran me arë një ministër, atëre sikletar, pasaj pozita të jetë ma e lartë, aqë ma shumë t'i vëlla i dashër pregaditësh, pa ta duesh me ditë se qëfar misafiri për trokin në dirën tonë, dje vëllezër të ndershëm se është një musafir që Allahu e ka përzgjedhë këtë musafir, që në këtë periudhë Allahu t'i zbrit të gjithë libra qiellor, e në veçanti librin që e përmbylli Allahu mesazhin e tij, Kur'ani Kerimin, që thot Allahu në Kur'ani Kerim, shahru Ramadan alladhi unzila fil Kur'an. Muaj Ramazani tash muaj që ka zbrit në ta Kur'ani Kerim. Allahu azza wa jall në këtë muaj 3 herë e ka zbrit Kur'ani Kerim. Allahu azza wa jall në këtë muaj 3 herë Allahu e ka zbrit Kur'ani Kerimin, para nërë ka zbrit në Lauhi Mahfudh, ditën nërë ka zbrit pe i Lauhi Mahfudh në Bejtul Ma'mur, në qelin e dunjas, e pastaj prej qelit dunjas Allahu azza wa jall ja ka zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam 3 herë, pse Allahu e ka zbrit 3 herë vëllezër të ndershëm, dhe Allahu azza wa jall ka bën mrekulli gjatë zbritjes së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, një mrekulli të veçantë që nuk ka ndodhur deri para ardhjes pejgamberit Allahut.
A dini çfarë mrekulli Allahu Azza wa Jall ka bën me ardhjen e Kur'ani Kerimit? Kur ka fillu të zbret Kur'ani Kerimi, vëllezër të ndershëm, Allahu e ka fortifikuar qiellin. Yjet i ka bën Allahu Azza wa Jall gjuajtje për shejtanët, që mos të kenë mundësi shejtanët mo të ngritën lart në qiell dhe të shkoqitin apo të vjedhin lajme nga qielli. Pra pejgamberi Allahut është që na tregoi se para ardhjes pejgamberit Allahut si u ngjitën shejtanët një për një dhe u ngriçën në qiell dhe i vjedhshin lajmet e qiellit dhe manipuloshin me njerëzit. Mirë po kur Allahu Azza wa Jall i gjujti shejtanët gjinët në suratul Jin, kapitulli e Jin, cila është arsyeja që gjinët e pranuan Islamin, çka i motivoi ato, çka i shtini ato të pranojnë Islamin. Në suratul Jin Allahu Azza wa Jall na shpalos dhe na tregon dhe na thot se gjinët kur u përpjekën me hip në qiell, që e kishin zakon, u goditën me shkëndijë zjarmi prej qiellit, dhe shejtanët gjinët thanë, na nuk po dim çka po ndodh, një shka jo e zakonshme, s'ka qenë e zakonshme që ta gjun dikush, s'ka qenë e zakonshme që ta mbit dikush, për ata nuk dim nase çka po ndodh, çka të ndodhen si përfaqen e tokës. A don Allahu Azza wa Jall me bon ndonjë mrekulli mirësi, apo Allahu don me shkatëru këtë tokë, edhe thanë atëre hulumtoni dhe hesni si përfaqen e tokës, dhe një pjesë e gjinëve erdhën te pejgamberi Allahu duke lexuar aj Kur'an, ishte namaz. Pejgamberi Allahu disa transmetime thonë ka qenë namaz, disa transmetime kanë qenë mesazh që e kanë taku pejgamberin Allahut. Sot e kësaj dite axhilert ku shkojnë atje e gjejnë një xhami me emrin Xhamia Gjin, që do të thot, nuk do të thot siç atë ignorantët që thojnë se gjinët e kanë ndërtu, po e ka marrë këtë emër nga se aki stacioni vendi kur gjinët parë që e kanë pranuar Islamin në këtë vend, dhe pejgamberi Allahut i ka lexuar aty në Kur'an. Kur i ka lexu pejgamberi Allahut Kur'an, kanë hyrë në Islam dhe kanë kuptuar se Allahu e ka fortifikuar qiellin. S'ka mo gjinë dhe krijesë që mundet më ngjit në qiell përveç se me laqeve të cilët banojnë në qiell. Kja është muaji Ramazani që Allahu Azza wa Jall i ringjalli zemrat me Kur'ani Kerim. Kja është muaji Ramazani që Allahu Azza wa Jall hidajetin dhe dritën ja dhuroi njerëzimin. Kja është muaji Ramazan, mysafiri Allahu, që Allahu Azza wa Jall të gjithë librat që qiellori zbriti dhe filloi në këtë muaj, i gradoi të gjithë pejgambert me libra dhe fletushka në këtë muaj. Kja është muaji Ramazanit, mysafiri që a din vlerën se Allahu Azza wa Jall aq shumë nderon këtë muaj dhe aq pozit të lartë te Allahu, ku Allahu Azza wa Jall vetëm në këtë muaj gjithë dyert e qiellit i hap. Nuk ka muaj që hapën dyert e qiellit. Çka nuk kupton? Do të thotë që a ke do i kërkes paraqitja e Zotit tanë për shkak se Allahu i ka hap të gjithë dyert e qiellit, s'ka pengesë mes teje dhe Zotit tanë. Pra Allahu ka me ti dëgjuan luqet e tua, ka me ti dëgjuan kërkeset e tua, ka me ti pranuan duat e tua, ka mo të përgjigj Allahu Azza wa Jall për çka i pyet Allahu Azza wa Jall, për derisa je në këtë muaj, ditë e natë qëndrojnë dyert e qiellit janë të hapura, ku Allahu Azza wa Jall për atë thonë te pejgamberi Allahut, kur arrin të Ramazani, a dini se sonte janë hapën dyert e xhennetit. A ka dashamir që don me në xhennet, nëse në Ramazan nuk ka mundësi të ban vetën që të hinë xhennet, cilin muaj ai e prit pastaj të hinë xhennetin Allahut, kurse kejt dyert e xhennetit janë hapur, dyert e qiellit janë hapur, janë mbyll dyert e zjarrit dhe janë pranguan, janë lidhën me zinxhir siç ka anë në transmetim të gjithë shejtanët. Përveç se një lloj shejtani. Ai shejtani jem dhe joti i nefsit tonë në kualidh. Për atë njoni kishte qenë udh për mi udh për ditë, e kur e këshillojnë ato i thojnë ke frikë Allahun, çka puna jote për ditë, kalon metën kock, tha valla shejtani po mashtron. Atëra reagon shejtani dhe thot lutem mos mi le faje të mua se ti valla më ki qua. Pa ata ka shumë çështje vëllezër të ndershëm, e nefsatu ammaratun bisu. Për ata Ramazani vëllezër të ndershëm, siç thonte Ibn Jauzi, a din pse ka ardhur Ramazani? Merre këtë mesazh të sotit
Margarit nga Ibn Gjauzi, I cili thot Ramazani, agjerimi, ka ardhur për ta burgosën epshin tan dhe për ta liru shpirtin tan. Pra Ramazani, agjerimi, është mesazh I Allahut Azza wa Jall. Ka ardhur Ramazani për ta pengu, për ta burgosën, për ta arrestuan epshin tan, nefsin tan dhe për ta liru shpirtin tan. Për çka se ta ka mbulu epshi jot shpirtin tan, për atë thonë të vëllezër të ndershëm edhe Sufjan Thauriu dhe disa se mëkatet janë ata të cilët qëndrojnë në rrugë të zemrës dhe se lejojnë zemrën të komunikon me Zotin e saj. Falë namaza mos din krejtësin tënë. Ban të mira mirë, po ende I dëshpëruar dhe I mërzitur, ende I ke probleme në gjoksin tënë. A din përse për çkak se mëkatet janë nuk të lanë ta shijojsh ambalsirën e ibadetit, nga se mëkatet qëndrojnë në rrugë, mos ta shijojsh atë më të mirën që Allahu Azza wa Jall të ka nderu me ta, të ka ngrit dhe të ka dallu nga shumë krijesat e Tij. Pra thonë të Ebu Hurajra u beton të në ta që u beton të pejgamberi Allahu të ke, po betonë në atë që a betu pejgamberi Allahu, nga në betu pejgamberi Allahu, në betu në Allahu, pasha Allahu nuk ka arë muaj ma I begatshëm dhe ma I mirë për musliman se sa muaj I Ramazan, dhe nuk ka arë muaj ma I keq për munafikët, për njerëz e këshin se sa muaj I Ramazan, dhe ato e kanë derë tash ku do të pim kafe në mëngjes, ku do të mshemo na, ku të hajmë silën, ku do të hajmë na, ku do të pim dohan na, pra vëllezër të ndershëm. Nuk ka ardhur muaj më I begatshëm dhe më I mirë për musliman se muaji Ramazan, dhe nuk ka ardhur muaj ndëshkuas më I madh për hipokritët se sa muaji Ramazan. Pastaj ka thonë pejgamberi Allahut përse është I mirë për musliman, se musliman morin fuqi, energji në Ramazan për të adhuruar Zotin e tyre. Zotin e tyre. Pra ku me mborë me a gjitha takat, po qëndrojmë në taravija gatë dhe të ndërshëm që me thonë ti e jashtë Ramazanit, e ke shumë vështirë, amo takati dhe fuqia e shpirtit është e fuqishme, që ti mi pasë edhe 350 kg të majnë këmbë, amo ti e këmbë nuk majnë për çkak se shpirti është I lodhë, e ke ushqet të rupin një më të muaj, ndërsa shpirtin si gidhonën e ke lonë të uritur atë që si gidhonë atë zgjamë. Pra ajo që ushqen a shpirtin është ibadeti Allahut, është leximi Kur'ani Kerimit, është agjerimi, pastrimi shpirtit, detergjenti shpirtit, detergjenti zemrës, pastrimi zemrës që me qëndruan edhe me orë ke fuqi, për derisa shpirti tu ka pastru dhe tu ka qiltërsu. Për atë e pyetën pejgamberin Allahut dhe I thanë, cila është njeri më I mirë? Tha pejgamberi Allahut, njeri më I mirë është ai I cili flet drejt dhe ai që e ka zemrën e pastër. Tha një Rasulullah, të parin e kuptua. E kuptoj me fol drejt, do me thonë ai që është besnik kur flet. Çka do me thonë me pas zemrën e pastër? Tha me koni devotshëm te Allahu, më koni pastër me zemër tek Allahu Azza wa Jall, dhe më kon ai I cili e ka pastru zemrën e tij nga hasedi, nga xhelia, nga mira, nga të këqijat ndaj vëllezërve të tyre. Pra thonë që se lefët s'ka mundësi të shijon ambëlsirën e Ramazanit ai I cili gjelozon musliman. Ai që I ka dhe I urrej që ndaj muslimanve s'mund të shijon ambëlsirën në ledhët të ndërshëm të Ramazanit. Për ata ne para se me hinë Ramazan, nëse dojmë me qenë pregaditur për të aprit Ramazanin, dojmë që ne t'i rinjallmi zemrat, t'i pastrojmë, a dini përse, për çkak se në shpijen e re, atë lemore tije, dikush me hi me teshet e punës. Atë le dikush me teshet e përlime ti në copën e miqve me hi. Për ata veç na janë në shqiptar që kena qef me hi në me hi në qoshin e shpijes, me hi në spalno, me teshat punës, nuk hije të Ramazan si mëkatar. Për ata një ndër çështje të cilët nëse dëshirojmë që ta mirëpresmi këtë misafir të ndërshëm, atëre duhet të pastrohemi. Ti kur therin takim ai vesh katat më të mira apo beri me çdo pijama më çka flej me ato del. Për ata në Ramazan u lejo të ndërshëm duhet pastrohemi para se të him ta,
e pastaj ka shije qëtë Ramazani nëse ti e përjeton. Pse Ramazani neve shumë Ramazana po na kalojnë, na mosëm peshijojmë për çka se natë për lim po im ta, po ma tragjike është dhe për lim pida po dalmi pisaj, për çka se nuk i jemi pregadit për ta mirë pritën këtë misafir. Pra ki misafir është i ndershëm, vleo të ndershëm, para mendone, pa ishish thot njoni prej djetarve i quajtur Abdullah ibn Abdurrahman Abdullah ibn Abdurrahman thot se Ramazani është i vetëmi ibadet që s'ka mundësi në ditën e kiametit kur kush me ta morë se vo. Pejgamberi Allahut ka thonë, a dini kusha i falemtuar në ditën e kiametit, thënë ja Rasulullah i s'ka dinar dhe dirhem, tha jo. I falemtuar ai që ka namaz, ai që ka sadaka, ai që ka hajj, ai që e ka këtë mirë po e ka ofendu filonin, e ka përgoju halonin, i ka mshu filonit, i ka bon zollum atë qetrit, ja ka zonë megjën qetrit, nuk ka sjell mirë me kojshien, e ka bon, e ka etiketuan, të gjithë këtë jamorin se vapët ditën e kiametit. Ka mundësi që namazi jot kalon në peshore në regjistën e tyre. Ka mundësi që haqi jot kalon gjithashtu në regjistën e tyre. Vetëm Ramazani që Allahu Azza wa Jall e ka fortifiku që se vapët e Ramazanit nuk ka mundësi askush me timar. Dhe kja një ndër komentët që thot pejgamberi Allahut ku ka thonë Allahu çdo ibadet është për birin në Ademit përveç se agjerimi është për mu dhe unë do të është përblej për ta. Momentin e këti hadithit pejgamberit Allahut ka thonë Abdullah ibn Abdurrahman Gjibrini vetëm agjerimi është i fortifikuar i ruajtur. Pra ne jena para një ibadetit madhështor ku thot pejgamberi Allahut se Allahu Azza wa Jall liron qafa nga zjarmi xhenemi çdo natë dhe vetëm këtë muaj ke mundësi me arritën të kaluarën. Ka thonë pejgamberi Allahut me një natë njeriu nëse gjindet në ibadet në këtë muaj e ka vlerën sikur me pas qëndëru në ibadet para Allahut Azza wa Jall ma shumë se 1000 muaj. Pra vetëm në këtë muaj Lejletul Qadr khairu min alfi shahr, nota e Qadrit është vetëm në këtë muaj. A me ndone u leo të ndërshën qanë misafiri në vend ku thot pejgamberi Allahut dhe era e cila nuk është e kanshme të këti të Allahu Azza wa Jall era gjerusit është me e kanshme se sa era e gjakut pikës e gjakut të shahidit. Era e agjerusit është me kanshme të Allahu se sa era e miskut. Kja është ibadeti misafiri që vjen. Qka si duhet të presmi, duhet të bëjmë pendim sinqerisht të Allahu. Allahu pret. Qfar po pret Allahu, thot pejgamberi Allahut, Allah e ka shtrit dorën gjatë ditës që të pendohet, pajtohet dikush, a ka interesim dikush pajtohet me Zotin e vetë. Allahu Azza wa Jall të ditën e ka të shtrim dorën e vetë që të pajtohet ai që Allahut i ka mëkatu, i ka bon gjuna gjatë natës dhe Allahu e shtrim dorën e ti gjatë natës që të pendohet ai që i ka bon gjuna Allahut Azza wa Jall gjatë ditës. Pa Allahu po ju pret, a jeni të gatshëm që të pajtoni me Allahun, atëre kërkoni falje prej Zotit Zotit, kërkoni falje për gjithë lëshimet dhe gabimet. E nëse nuk nin asgjë në zemër, thuj o Zot marin gjallë zemrën, mos ma ban që të i në Ramazan me zemër të vdekur. Vleo të ndërshëm, a jemi të gatshëm të presmi këtë musafir të ndërshëm me shpirt e jo me trup. Që do me thonë me shpirt, do me thonë që ti me pas në jetin që vetë miri se venë ki Ramazan dhe unë ka me bon vepra të mira veç për Zotin tem. Pra unë që këtë Ramazan që këtë muaj nuk du t'ja kushtoj askuj dhe vetëm Zotit tim, ku Allahu Azza wa Jall ka dëshirë që shpirtët të ngritën të Allahu Azza wa Jall, thot pejgamberi Allahut, Allahu nuk ja shiqon pamjen tuaj, frizurat mjaftin në reqet, Allahu nuk e shiqon as trupet tuaj, më raftë mo në për sportat të ndryshme. Allahu Azza wa Jall ja shiqon zemrat e juaj dhe veprat e juaj. A jemi të gatshëm që me zemrat e të presmi këtë misafir të ndërshëm, dhe të ndërshëm nësi jeni të gatshëm, atëre
na të shtrim dorën e pajtimin me Zotin ton dhe t'i kërkojmë Allahu që Allahu Azza wa Jall na i mundson me shpirt dhe me zemër dhe me knajtësi që ta presmi këtë muaj, se ai i cili nuk ja nis prej sot s'ka mundësi që ta shijon ëmbëlsirën e Ramazanit, s'ka mundësi që ta shijon ëmbëlsirën e agjerimit, s'ka mundësi ai të fiton në këtë muaj. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na nxjerrë nga ky muaj të pastëruar prej gjunave. Lutim Allahun Azza wa Jall që ta presmi këtë misafir të ndershëm siç ka hije. Lutim Allahun Azza wa Jall që këtë misafir të jetë dëshmi për ne, mos jetë dëshmi kundra nesh. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Për ta mirëprit këtë misafirë vëllezër të ndershëm, duhen të ndajmë kohë për ta. Për të nda kohë për ta vëllezër të ndershëm, a një ndër nderat më të mëdha që ne ja bojmë misafirit të ndershëm tonë. Koha vëllezër të ndershëm, që i thot Imam Shafiu, i kam shoqëru me një kohë sufic dhe nuk kam përfitu prej tyre vetëm di çështje. E para për atinve që e përfitova nga ato dhe mësova, thoshin se koha si shpata, nëse ti nuk e pret, nuk e përdor shpatën për të pre, ajo të therr apo të pret ty. E dita për atinve nefsi thot, nëse nuk e angazhon me të vërtet, nefsi jot të preokupon vetja jote, të preokupon me të pavërtet. Pa ata le të angazhojmë, le të stërmadhojmë, le të angazhojmë në vetën tonë që të angazhohemi sa ma shumë në Ramazan. Ja ashtu mirëprit që këti muaj të vëllezër të ndershëm aqë të hamë sa ma pak, nga se Ramazani nuk ka ardhën për të ngrënë, nga se ne vëllezër të ndershëm vetëm orarin e hajës e ndryshojmë. Na mendojmë se jemi të agjerua vetëm në orarin e hajës. Atëherë para Ramazanit hajmë ditën, ndërsa në Ramazan hajmë natën. Para Ramazanit na ditën pim cigare, këtë vej në Ramazani vëllezër të ndershëm pim cigare, atëre mazdarke. Pra ne vetëm orarin e hajës e ndryshojmë. Jo vëllezër të ndershëm, ka thonë pejgamberi Allahut, s'ka enë ma e keqe që mushet se sa luk thih. S'ka enë ma e keqe që stërmbushet se sa luk thih. Tha pejgamberi Allahut, mjafton për binin e Ademit disa kafshat sa me gjallë. Pra ma gjagjerimi ja me ongar sa ma pak taravit ma kolla i falë. Mirë po së më dalë në taravit që ishtë dalë e vla i dashër musliman, kurse ki 3 peta i ka ongar një ftarë. A vëllezër të ndershëm, a bon ki barki ati ma i madhë se burja, e pas ta i thot imami për zgjat. Jo, imami nuk ato e zgjat, mirë po ti vla i dashër letoja vetës tonë, se ti ki qitën ti në kraharorin tanë, në barkun tanë ti ki qitë 50 kilogram ushqim, e pas taj së po moj as kom të mija di shka mu drilëshin të ravi. Jo vla i dashër, nëse a pak mjafton kjo, për shkak se agjerimi ka ardhen për ta shëru, për ta çliru shpirtin tanë, edhe për ta frenu epshin tanë, e jo për ta ndryshu orarin tanë. Të hajmë sa ma pak, ka thonë pejgamberi Allahut, mjafton disa kafshata nëse Allah skuq dhe se ne le. Ka oreks të hajës shumë dhe cenzorët e lukthit nuk i kallën as një herë ti munal, ka thonë atëre let planifikon kështu. Një të tretën për haje, një të tretën për pije, një të tretën mos harro se kije me morë fërinjë. E njën ishte unë që në tërves, edhe i mshon shka gjenë për para krejt, e njën i thot, mëra ka dale se një e treta me ongër dha si cili e di barkin e vetë e disa e ka një tretë. Ki kështë kujtu se më ke vërtet një tretën më e vërtet? Ki një tretën haje para taravis, një tretën pas taravis, një tretën mas 12 notës, një tretën në sifir. Para atë pejgamberi Allahut ka thonë sifiri hanin tanë se është ushqimi bereqetshëm. Amo nuk ka thonë me ongër një tepsi somca. Ka thonë bereqet ka. Çka do me thonë me ongër pak ka bereqet shumë. Para atë një hadith thot pejgamberi Allahut se në 3 çështje ka thonë në xhamat kur mbë musliman bashkohet, është bereqeti Allahut dhe është me një ushqim të rëndom, me ongër disa kafshata, që cilën e kanë përdorë që i thojmë na për shesh.
Këto kanë hongër sahabët, shokët e pejgamberit Allahut nda ka përshesh, ka thonë edhe në sifir mu quq qoftë edhe një fit uj, kja është koha e bereqetshme. Pra vëllezër të ndërshëm, ne s'keni mundësi këto t'i bojmë kejt këto, nëse ne vëllezër të ndërshëm nuk lipin dimbi Zotit tonë. Pra ata bashkë Ramazani ka arqën në mesin e jetët Ramazanin për menë duaja, dhe thot pejgamberi Allahu se Allahu Azza wa Jall trelloj luqe i pranon njënën për atyre agjeruesit, Allahu ja pranon luqen deri të ban iftar. Me një transmetim ka thonë kohën e iftarit, Allahu Azza wa Jall ja pranon luqen. A kena mundësi na ta mirëpresmi këtë misafir si na ka hije? Nuk keni mundësi nëse Allahu nuk në ndimon. Për ata Allahu e ka bom që ne të bëjmë dua dhe luqe që Allahu të në ndimon. Për ata wallahi ai që ban dua sinqerisht, Allahu Azza wa Jall duan e ti para se mi shluan duart, Allahu ja pranon. Luqe Allahut Azza wa Jall që ti forcon kam të tua. Luqe Allahut Azza wa Jall që Allahu të jape shëndet. Luqe Allahut Azza wa Jall që ta mundson Allahu sa ma shumë të shfletosh librin e Allahut, nga se me përmenjën e Allahut janë që qetësohen dhe ringjallën zemrat. Pra ata se lefët parton, kur vike Ramazani, më qelshin qertë libra, e qelshin vetëm Kur'ani Kerimin, lexoshin maksimal vëllezër të ndërshëm Kur'an, kishte pe atyre që e bajshin hatme çdo 7 ditë, disa çdo 3 ditë, e disa çdo ditë, e Imam Shafiu 60 hatme i bante në Ramazan. A ka mundësi? Ka mundësi. Ke mundësi edhe ti. Para të vëllezër të ndërshëm ka thonë pejgamberi Allahut, ai që lexon Kur'ani Kerim rrjedhshëm as me melekët. A ke dëshirë që me lagjet të shoqërojnë lexo Kur'ani Kerim? Mirë po, ndoshta pak jena vonu vëllezër të ndërshëm edhe me këtë hidbe, për shkak se pak e kena vonuar këtë recept, për shkak se thonte Ebu Bekr el-Balkhiu, ai që s'ka mjellën në Rexhep dhe ai që në ke ujit në Shaban, qka të kore i shkreti në Ramazan. Pra Imam Ibn Qayyim i thonte se viti si kur pema, ndërsa Ramazani qka është vëllezër të ndërshëm degat kur ka ardhen të vjelen pemat. Ramazani ako e vjelive, pse ti flen në Ramazan? Sa ma pak nëse donë vërtet ti me shfridzuan dhe me mirëprit misafirin tanë, fli sa ma pak, do të shifë se do të kishe fuqi sa ma shumë, ban ibadet shumë, do të shifë se do të kishe ma afër Zotit tanë, ban atë të cilën e ka bo pejgamberi Allahu, që cili ka qenë ma bujar. Amo ma bujar Ibn Abbas i thot ka qenë në Ramazan, ka qenë si kur era. Qka të me thonë si era? Të me thonë s'kalon në vrim që pejgamberi Allahu nuk ka dërpru, nuk ka depërtu, s'ka lënë në vend që pejgamberi Allahut nuk ka dhonë ta dhe nuk ka bon pjesë mars në ta. Banu prej atyrnëve dhe lusim Allahun Azza wa Jall që Allahut na ban nga ato që i rezervojmë një lloj dhome. Disa dhoma janë xhenet, dhomat më të mira, vib dhom xhenet, rezervim në ta. Ashtë ki recepti, ka thonë pejgamberi Allahut, janë disa dhoma në xhenet që prej mrena i shef pjesën e jashtme dhe prej jashtë e shef pjesën e mbrëmshme. Pra të i dukshme nuk ka dhoma më të mira në xhenet se këto dhoma. Një arabi, një bedawi u ngrit, tha ja Rasulullah, për kanë janë këto? Tha moje që këta në men dhe këtë fundit moje në men, bare që këta moje në men. Tha limen e tabel kelem, aj që fol mirë dhe but. A më ka zonë Ramazani, të ka zonë cigarja se Ramazani nuk dhe. Fol but, limen e tabel kelem, wa e tamet taam, dhe aj që jep me ngron, aj që jep iftara, qoftë të varfër, apo qoftë pasanika. Sofrat e iftarit me iftuan të qertë është bereqet, rezervim i këtire dhomave të larta në xhennet. Dhe treta be atinve të bash dhe një reqat namaz natën kur njerëzit janë gjumë. Pra natën ato janë gjumë t'i bani ibadet, je rezervuas i këtire dhomave. Ai që i rezervon këto vibdhomat në xhennet do të jetë pjesëmarrës, do të hijen do. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall ta ban let dhe kollaj dhe ta mundson që ta agjerojmë si çdon Allahu Azza wa Jall dhe ta mirëpres mbi këtë misafir që na ka hije të jetë ki misafir dëshmitar për ne, mos jetë dëshmitar kundër nesh. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.